Dhe këto nevoje që ka Amerika nesër, do t'i marrin nëmjet Evropës. Pra, Evropa i merr bazën në parë, lëndën e parë nga Azia, nga Kina, dhe ja jep Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë mënyrë që jep Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës i jep nesër armatimin, por kundrejt kësaj, pra i bie shumë më lirë Evropës, pra edhe Evropa e mban varur Amerikën, por edhe Amerika e mban varur Evropën. Në momentin që doli ideja që juve thatë para një emisioni e bërjes së një tuneli në ngushtisën e Beringut, evropianët ishin të parët ata që e kundërshtuan këtë, sepse kjo do thotë që Evropa të mbesë jashtë loje totalisht. Po pikërisht sepse mbet jashtë loje totalisht, Ukraina, Evropa, çdo gjë, pra në rast se bëhet një lidhje tillë rrugore me tren ose me diçka tjetër ndërmjet Amerikës dhe Rusisë, Azia, pra çdo lloj malli kinez, gjë nëpërmjet Rusisë, do të shkojë drejtë në Amerikë dhe Evropa humbet fuqinë e saj politike dhe gjeostrategjike. Pra këtu bëhet luftë, pra është luftë për ekzistencën në këtë rast. Dritan, ndërkohë Kina vazhdon ta çuditësë botën me zhvillime interesante për sa i përket le të themi edhe armëve ushtarake. Ka folur për një stealth bomber, një dron, domethënë një padukshëm. Nuk e di regjia, duhet ta kem aty pamjen. Jo, këto janë radarët, është tjetër ajo video, po gjithsesi mund ta fillojmë dhe ja, për këtë Dritan e kam fjalën. Ja ku e kemi pas nesh. Çka është parë kështu si sfidë drejt për drejt e bomberave B2 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Kina ka zhvilluar një industri të madhe ushtarake dhe ka pasur një rritje të madhe në aspektin ushtarak. Dhe kjo ka ardhur që pas luftës në 2003, që pas luftës në 90-ën. Në 1991-shin, Shtetet Bashkuara të Amerikës sulmuan Irakun. Po. Dhe në atë kohë, Iraku kishte të njëjtën armatim dhe municion në mbrojtje kundërore që kishte Kina. Të njëjtën gjë. Dhe Iraku dështoi në ato 3 muaj luftime. Dhe kinezët, menjëherë pas përfundimit të atij konflikti në 91-shit, dërguan një komision të posaçëm me rreth 300 specialistë ushtarak të gjitha fushave dhe shërbimeve, pra të gjitha armëve dhe shërbimeve që ka ushtria. I dërguan dhe i lanë 6 muaj në Irak për të analizuar në mënyrë të qartë atë që ka ndodhur. Dështimin. Dhe pas 6 muajsh, ata u kthyen në Kinë dhe kur u kthyen në Kinë ju la 4 muaj kohë që të përgatisin një raport të gjerë dhe të qartë se çfarë duhet bënte Kina për ndryshimin e kapaciteteve saj ushtarake. Dhe ata paraqitën një raport të detajuar për të gjitha fushat ushtarake dhe ekonomike që lidhen me to, për ndryshime rrënjësore në kapacitetet ushtarake, pra në avancimin në mënyrë që këto kapacitete ushtarake kineze të tejkalojnë çdo lloj kapaciteti ushtarak dhe teknologjik amerikan në një përplasje të mundshme nesër Kinë-Amerikë. Dhe që nga viti 1993 deri më sot, Kina ka ndryshuar edhe strukturën e forcave të saj të armatosura, ka ndryshuar gjithçka, edhe teknologjinë e saj, edhe fuqinë e saj ushtarake. Pra çdo gjë. Pra në këtë aspekt pa me 3 shtator këtë. Po në këtë aspekt ka punuar pra mbi bazë të këtij raporti të vitit 1993. Dhe kjo është baza e saj. Dhe ka ndryshuar dhe vazhdon të bëjë këto ndryshime teknologjike të mëdha. Po. Në mënyrë sepse ideja e saj është gjithnjë në përplasje nesër me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kinezët kanë parë gjithnjë. Gjithmonë për B2 Spirit bëhet fjalë. Po për kjo është vetëm në fushën e aviacionit, po kinezët kanë bërë përparime edhe në fushën detare dhe në gjitha. Pra aktualisht në fushën detare Kina ka më shumë anije se sa ka sot Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë fuqia navale, fuqia detare më e madhe, por tashmë është bërë Kina fuqia më e madhe detare në botë. Pra në aspektin e sasisë të anijeve luftarake që posedon. E qartë. Pastaj në ndarjen tyre mund ne, por në aspektin e sasisë në total, si sasi. Anija si sasi, Kina është më e përparuar. Prandaj nuk është në ndryshim i madh kjo që shihni, pra ky avioni është në këtë koncept, ka pasur më përpara më të vëgjël. Do të thotë pa pilot, janë dron pa pilot. Bombera pa pilot, po. Domthon bombardues. Po është avion bombardues, janë stealth të padukshëm, po të pakafshëm nga radari. Teknologjia stealth e kamshme për radari është bërë pothuajse normale, një pjesë e mirë avionëve dhe do dronëve bëhen në këto kapacitete. Pavarësisht se kjo çon edhe në ndryshimin e radarëve, pra kemi ardhur një kohë ku në rast se ti e përdor këtë stealthin, pra të pakafshëm nga radari me sasi të madhe, atëherë do të dyrosh edhe pjesën edhe tjetrin që të prodhoj radar për të kapur për këtë. Për të kapur këtë. Pra, sepse teknologjia është gjithnjë në evoluim dhe ndryshim. Vetë ka prodhuar një radar në fakt Dritan Quantum
radar kuantik, po them unë, se nuk e di se si mund... është një radar kuantum i cili funksionon me fotone dhe i cili kap në 100 km, distancën e kanë 100 km, kap avionët e padukshëm. Po nuk është dy Spirit. Të gjithë edhe F-22 edhe F-35, pra radar avionët sepse funksionon me fotone. Dhe nuk është era e parë që ky radar është prodhuar, pra rusët e kanë prodhuar një radar të tillë në vitin 2013, e quajnë radiofonik, është Irbis E. Aktualisht prej vitit 2018 është në prodhim normal dhe është i vendosur në Su-35 dhe Su-57. Avionët. Po, në avionët Su-35 dhe Su-57 është vendosur ky radar, i cili funksionon, quhet radar radiofotonik, ndërsa kjo që ka bërë Kina e quajnë radar quantum fotonik. Pra, ideja e punës është e njëjtë. Rusët e kanë quajtur mbi atë baziken, për arsye se fotonet, pra fotoni është një element i energjisë elektromagnetike, i cili udhton është pa peshë, por është dritë, pra radar, ajo është drita, udhton me shpejtësinë e dritës. Fotoni është drita, pra, dhe udhton me shpejtësinë e dritës. Dhe ky foton udhton, dhe në momentin që ky foton bie në kontakt me trupin, ndryshon formën dhe lëshon një valë radioteknike, pra valë radio. Që e kap radari. Po, sepse nuk ka peshë, po ka valë, se nga që është pjesë e elektromagnetikës, pra energjisë elektromagnetike, dhe vala funksionon me fotonin. Dhe fotoni është drita, dhe lëshon një valë, dhe këtë valë e kap radari. Dhe këta e kanë quajtur quantum, për arsye se quantum është masa më e vogël, njësia më e vogël matse në energjinë elektromagnetike. Dhe prandaj quhet quantum, për arsye se duke qenë se fotoni është element elektromagnetik pa peshë, pra kjo është njësia më e vogël që ti mund ta matësh të. Ndërsa rusët e kanë quajtur radiofonik, për arsye se lëshon valë radio. Dhe në moment që ky lëshon valë radio quhet radiofotonik. Pra radar radiofotonik, kurse këta quajnë quantum radar. Pra thjesht ndryshimi i emërtimit, ndërsa parimi i punës është i njëjtë me atë që kanë shpjeguar rusët dhe që e përdorin te Su-35 dhe Su-57 dhe që quhet Irbis E. Pra çdo kush mund të hyjë dhe tash gjej në internet të shkruaj radari Irbis E dhe aty e ke shpjeguar mënyrën dhe mënyra e shpjegimit të radarit do të kuptojë edhe funksionimin e këtij radari quantum radar që ka kineze. Drejton, të falenderoj shumë që të kishe, si gjithmonë. Në këtë pjesë të dytë të emisionit do të vazhdojmë sërish me gjeopolitikën. Kam të ftuar studiuesin dhe njëkohësisht botuesin e disa librave studimor, zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, kënaqësi që ju kam. Kënaqësi çdo herë, zoti Varaku. Zoti Bilali, si po e lexon atë që aktualisht po ndodh në Gaza, ku po vazhdimisht po flitet për një përpjekje për ta thyer armëpushimin, qoftë kryesisht nga ana e Netanyahut për shkak se J.D. Vance po udhton drejt Izraelit për të bërë të mundur mbajtjen e këtij armëpushimi, por edhe nga situata tjera që Izraeli pretendon të paktën nga vrasja nga ekzekutimi i disa qytetarëve palestinezë në Gaza, çka domethënë palët në një farë mënyre janë dhe armëpushimi është tejet i brisht në momentin që flasim. Ndërkohë Trump është seriozisht i angazhuar që ky armëpushim të zgjas dhe të mbajë sa më shumë. Si e lexon këtë situatë? Do kisha filluar me një citat të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili për një agjenci të lajmeve amerikane shprehet decisivisht kur pyetet për armëpushimin në Gaza dhe ka një përgjigje shumë interesante. E thot decisivisht Trumpi ka deklaruar disa herë që do t'i dha fund luftës Rusi-Ukrainë, por ja ku jemi. Pyetja ka qenë a do të ketë armëpushim për Gazën dhe bën një analogji dhe krahasim me atë që në 10 muaj të mandatit Trump ai ka pas deklaruar për 48 orë që do ta ndajë luftën në Ukrainë. Dhe përgjegjja është tregon atë pyetjen e juaj për brishtin që do ketë armëpushimin në Gaza, apo edhe komplet plani i paraqitur 20 pikësh nga Trumpi. Mendoj që paqet e kemi në lidhje të afërt apo në konceptin më të gjerë
geografik në lindjet e mesme është vështirë e realizueshme. Janë shumë arsye, janë shumë faktorë. Po të nisëm nga ajo në Gaza. Mendoj që Izraeli ka punuar me grupe të shumta, të cilat i ka furnizuar, siç është grupa dhe klanet brenda edhe fisnore në Gaza, siç është Abu Shabab, forca popullore quajtur, me 250-300 pjesëtar, të cilët kryesisht në Khan Younis dhe në pjesën e Rafas është një pikë atje ku operojnë kjo forcë, sepse qëllimi i Izraelit është fraksionet përbrenda, sidomos kanë punuar edhe më herët me Fatahun dhe Hamasin, kuptohet dy kundërshtar politik përbrenda, ose Organizata për Shtarimin e Palestinës, krahun politik Fatahun, që udhëheq në Ramallah, ka pasur ndikim që Izraeli të arrijë, dikuni ka 4 grupe të tilla, të cilat mund të them në disa raste janë minore, por mendimin e IDF-it izraelit dhe të financuar nga Izraeli kanë arritur që situatën në Gaza ta bëjnë, mund të them, përbrenda edhe më të rëndë. Përpos këtij grupi do thotë ekziston edhe në pjesën veriore një forcë e tillë e quajtur, i cili më duket që është pjesë Al-Stali, i cili ka qenë, mund të them, pjesë e institucioneve palestineze, ka udhëhequr në forcat e sigurisë përbrenda institucioneve autonome palestineze në Ramallah, të cilat kuptohet është pjesë e Fatahut, dhe Al-Mansi, Ashraf Al-Mansi, i cili është përbën një ushtri popullore të quajtur, antiterroriste, dhe është pjesa një klani i cili operon me ndihmën e vijes së ndarë tash tërheqjes së trupave izraelite, si është Hills, ose klani i tillë, Aramis Hills, i cili operon në pjesën afër Gazës, tamam në pjesën e tamponzonës të tërheqjes së trupave të IDF-it. Do thotë situata është jashtëzakonisht e komplikuar me këto grupime të cilat mund të them sidomos Abu Shabab, i cili vepron, mund të them, që nga viti 2024, i cili mund të them në Khan Younis, në pjesën ku kanë tentuar dhe në Rafa, që të shkaktoj ato problemet me të cilat sot ballafaqohen këto grupe përbrenda rrypit të Gazës. Arpushimi, mund të them që qëllimisht nga forcat e IDF-it izraelit, ose provokatorë të shumë, të këtyre grupeve, mund të ndikojnë që situata e tillë e cila është, mund të them, ashtu kështu, jashtëzakonisht e pa stabilizuar, sepse ende jemi në fazën e parë, nuk kemi kaluar në fazën e dytë, edhe pse prisi dhe antari Politbiros së Hamasit ka udhëtuar në Kairo që të takohet me delegacionet edhe izraelite, por edhe nga Katari, për fillimin e fazës së dytë, që është qarmatosja e Hamasit, që realisht shënimet ndërkombëtare thonë që këto grupe, ky grup apo kjo ushtri, mund të them, kjo guerile palestineze në rrypin e Gazës posedon 35.000 deri në 80.000 pjesëtar. Dhe vetë masoviteti dhe, mund të them, strukturat, duke mos harruar edhe krahun luftarak brigadën Al-Qassam, të cilët ndoshta në disa raste mund të mos e përfillin krahun politik të Hamasit, pastaj Gjihadi Islamik dhe brigada Al-Quds. Kjo mendoj që do jetë një dramë jashtëzakonisht e dhimbshme, nga se për të arritur një paqe në Gaza, besoj që janë disa faktorë tjerë që mund ndikojnë, dhe mendoj që edhe shkurja e zëvendësisë presidentit J.D. Vance, i cili ka arritur në Tel Aviv, mendoj që do jetë ndoshta një shtytje, meqense nuk e besoj që do jetë një detyrë e lehtë, nga se Izraeli nuk përmbahet sidomos në aspektin e asaj me dorëzimin e trupave të pajet, më duket deri tani 13 trupa janë dorëzuar. Bram ka qenë edhe një trup që është verifikuar, është dorëzuar nga Kryqi i Kuq. Por do jetë problematike, mund të them, faza e dytë,
me qenë se problemet po jasim në fazën e parë, dhe si do shkoj e tër rrjedha e fazës e dytë është jashtëzakonisht dileme e madhe. Mendoj që është një pauzim fatkeqësisht sepse goditjet, ta them drejtën, Netanyahu vet ka deklaruar që 150 ton eksploziv vetëm në ditën e djeshme janë hedhur afër atje. Dhe kjo tregon që jemi larg arpushimit. A mundet Netanyahu, zoti Bilali, që ta prish këtë armpushim, ndërkohë që Trump ka deklaruar që nuk është koha dhe nuk është momenti dhe nuk është prishur, le të themi, nuk është prishur marrëveshje e arritur në mënyrë që Netanyahu ta prisha. Mundet ta prish këtë armpushim në mënyrë të njëanshme? Po diplomacia në këtë rast mund ta luajë një rol, mund ta them, të pazavendësueshëm. Por sot diplomacinë e tillë e kem në dorë në dorë të një fuqie e cila realisht ka problemet e veta me shumë kriza tjera në aspektin e sigurisë apo të konflikteve në botë. Dhe mendoj do një situatë dhe event siç është pritja e takimit Trump-Putin mund ta lënë pak a shumë anash apo jo në fokusin e ngjarjes së parë. Mendoj që amerikanët kanë disa probleme të tjera dhe janë sidomos ato që kanë të bëjnë me influencën në lidhjen e mesme në përgjithësi. Dhe mendoj që kjo do të ishte shtytja që amerikanët tentojnë sidoqoftë edhe pse brisht të arrijnë një lloj armpushimi. Problemi është dorëzimi i trupave të pajetë të Izraelit mund të jetë ndoshta një fazë e re që Netanyahu mund të godas edhe më ashpër, sepse dihet rregullat, rezolutat, mund të them të gjitha këshillat që vijnë nga jashtë te qeveria izraelite nuk mirën parasysh dhe nuk respektohen. Dhe kjo është ai problemi që amerikanët tentojnë që plani i tillë i Trumpit të jetë i zbatueshëm, por në praktikë është jashtëzakonisht problematike, sepse kemi një situatë kur trupat paçruese që do hyjnë t'i quaj kështu, apo ato që do ta kontrollojnë, administrojnë në aspektin e sigurisë rripin e Gazës. Pastaj kemi tërheqjen edhe asaj paraleles që ka bë, se dikun afër gjysmën e Gazës e ka në kontroll sot forcat izraelite, IDF-it izraelit. Dhe kjo në fazat e ardhshme parashihet që të bëhet tërheqja plot, do thotë në vijat e para 7 tetorit të vitit 2023. Kush do jenë këto forca është pak a shumë mendoj që turqët besoj do jenë të involvuar, me qenë se nuk kemi ende të qartë pjesëmarrjen e trupave turke. Egjipti dhe Jordania janë të përgatitur dhe duke trajnuar në planin e tyre forcat policore, që do thot përzgjedhja tyre do jetë larg individëve apo regrutëve që janë në Gaza dhe janë antar të Hamasit, dhe kjo do jetë pastaj problematike, do thot brenda në Gazë do kemi një përleshje, një luftë vavrase. Nuk mund të presim diçka më tepër. Sepse po që se kemi regrutim të forcave të Hamasit, ndërkthim në forca policore, atëherë situata ndoshta mund të kontrollohej. Mirë po ndërkombëtarët nuk besojnë Hamasit dhe dëshirojnë të krijojnë forca të tilla të cilat mendojnë që nuk janë edhe ideologjikisht, por edhe politikisht afër Hamasit. Po kjo ideja, zoti Bilali, e 4.000 trupave nga vendet muslimane, nga Egjipti, Azerbajxhani, Turqia, Indonezia, po bëhen gati të udhëhequra nga Egjipti për të krijuar një forcë multinacionale që të themi që të patrullojë dhe të garantojë sigurinë në Gaza. Si e vlerëson këtë? Po, problemi është me duket nga ana e Izraelit për trupat turke. Nga se me Egjiptin, pastaj me Azerbajxhanin kuptohet që
një kooperim dhe në bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë dhe të gjithë ato forcat të cilat në totalin a do jenë 4.000 apo 4.500 do shifet besoj shumë shpejt. Problemi që ndron me trupat turke, nga se Izraeli e di fare mirë profesionalizmin, mund të them gjithë aspektet një lloj inxhinieringu